duhet ngatroj me TikTok-ra tjerës, duhet merre me kështu se na sulmojnë dha dhe unë duhet një drejtimin tim se personale. Se janë ca kohë që unë po flisja po kam bërë gabim dha dhe nuk duhet bëjnë qa duan dha, unë nuk duhet qa them dha, unë duhet të eci drejtimin tim dha. Teme shoqërisë, flasim për shoqërinë oni. Jo, si donin, nuk e kisha për individa, kuptove, thjesht si qenë në brenda. Ja, erdi dhe Klej, vla, Klej, nis. O Klej, respekte. Nga Gudi Varezave, thot ky, Bad Boy, Juri Boy, ka quna në erdi karteli i Gentit. Ku jeti Juri në Gento? Tere uni, do të hapim dha. Juri Boy ka gango, respekte. Dhe ekni dhe ju në ide, tani. Thot ky Dom Butiku e Palloshi, a ekziston shoqërie pastër, thot? Tema shoqërisë, ekziston? Bravo. Ne nuk e zgjidhim dot këtë e them unë El Chapo, se kjo është me spes të mdjeks. Qa mendimi keni ju? Mirë, hapim një tjetër temë. I hoqe gjithë temat të vla. Vej temë hiqe. Unë them shua quna, do ta them unë. Do ta them unë quna. Thuë vlla, thuë. Unë them që mirësia, që unë binda, unë kam qenë i pari që thosha nuk ka shoqëri dhe misi, po unë zore i konkluzion El Chapo dhe duhet përshëndet sa quna tani, më falni e oni. Unë them që ekziston dha, po është shumë e rrallë t'i gjesh ta njerës miq të mirë. Unë përshëndet sa quna nga Vlora, njeri veçanti e di veta ish këtu. Shumë faleminderit që ai nga fillimi deri në fund më mbështeti mua dhe nuk trahtoi kurrë. Është këtu e di veta i kush është. Përshëndesim Nonoshin, i vetmi njeri sot për sot edhe El Chapo, po El Chapo dhe ti e po them ky është nga të parët që mua më ka dalë Zot për çdo gjë, çuna unë s'kam kërkuar një ndihmë. Më falë oni se duhet i them dy gjëra. Unë çuna nuk kam kërkuar kur ndihmë për ndonjëri që hajti biem këtij, ti biem atit të marr shoqëri. Kuptoni ku do dal. Mua më kanë ndodhur disa raste që më kanë sulmuar nga familja, edhe disa shok nga Vlora, ja kanë hyrë përsipër me ndihmu mua, po unë s'ja kam kërkuar, më kuptoni? Ku du me dal? Do me thënë, më kanë ndihmuar mua me gjithë zemër dhe ata janë njerëz që i kanë gjitha në këtë botë, kanë gjëra, mua më respektojnë se jam i thjesht, më duan, edhe i përshëndes, faleminderit ta çunat. Unë them që ekziston çuna, po janë shumë të rrallë. Janë shumë të rrallë. Ti oni çfarë mendimi ke? Varet i kishe shok apo jo, i ke pas shok edhe jashtë. Ja ta shpjegoj unë. Unë mund t'i them shok atyre, mund t'i them miq të fuqishëm, po dhe mund t'i bëj shok nesër dhe ku i dihet, varet nga ata, jo nga mua, po unë di që janë miq të vërtet, të pastër dhe janë çuna kardera, po flas kështu me zet plot, jo se du me i bëj qefin, janë njerëz që i kanë të gjitha, po janë shumë të thjeshtë. Janë njerëz pozitiv dhe nuk merren me shajt mua e tjetrin, se ata merren me gjëra pozitive, i duan, edhe unë kam kuptuar gjë nga jeta unë. Njerëzit e mirë dhe njerëzit që bëjnë lektrimat, i duan njerëzit e thjeshtë, njerëzit e pastër. Kaq. Tani na thoj ti oni, ti çfarë? Përshëndesim Ilirian Ekurin, artisti popullit vlla. Me një dranga. Ato, më fal, me dekorat vlla. Kosën verit. Oni tere vlla. Po Ilirian do të vjesh jo çifte listi. Për zotin jam ka marrë një taksi vlla me shkon në shtëpi, po të pash ty në live edhe u futa dhe kënaqësi. Na ke kënaq për zotin, na ke kënaq. Te kjo është njeriu më pozitiv që kom pa në TikTok vlla. Lungo. Bravo. Unë kam gashtat mu qendje. Po Lungo O be posh, unë do thosha kaq vlla. Unë jam i thjesht vlla dhe nuk do bëjmë kur servili asnjëri tu dhe as nuk do bëj lojra me njerëzit TikTok me mbajt audiencën. Po ti ke zhvën reti, unë kam kaq muaj, unë bëj në i gallat, fut në i femër në një për gallat, po unë kur s'do bëj skema TikTok për me ngrit audiencën vlla. Unë dua audiencën. Kena nevojë për ndjes fake. O be posh, gjo pak, unë e dua audiencën thjesht kështu si jam unë vlla, me aventurat e mia, edhe pa bër skema, jo më kapi, jo po vind, po i pres, jo do kapim, do ta vras. Unë s'kam t'i bërë kur, unë kam pas mundësi t'i bëj, po unë si bëj se unë duhet të di veten ku jam edhe
dua t'i mbaj njerëzit se unë kam shumë njerëz inteligjenta te live im. Po kur s'ka me bë skema këtu me gënjy njerëzit, jo më duhen lek mua, jo do bëj 3.000 euro, jo do blej shtëpi, jo çoni lek PayPal. Unë ndonjëherë po e kam bërë një 2-3 herë se vërtet kam pas nevojë, po nuk kam për ta bërë kur këtu me mashtru njerëzit me marr lek, te ta keni të qartë. Unë kur s'kam për bërë skema këtu për me marr lek, se unë nuk kam nevojë as për lek. Më fal, ta them dhe këtë. Unë nuk kam nevojë as blej shtëpi, as gjë se unë i kam krijuar të gjitha jetës time. Unë thjesht dua të bredh botën dhe faleminderit atyre që më ndihmojnë mua, më mbështesin me pak lek, me që më gjojnë tërë nga pak, thjesht që unë të lëviz botën. Kaq dua unë. Unë nuk kam marrë të bëj këtu nga 1.000 euro në ditë. Ta TikTokun dhe të bëj lojra nga mjezimtar. Normal që dhe unë do bëj, tani flisni ju. Big respect, bro. Big respect. Po i tiri Respekti me ke si problem dhe mbarim. Një lidu person, që kom njof. Faleminderit Peposhi, kam pas dhe çuna nga Kuksi në Itali, kam pas një Sadik e quani njerin. Sadiku e kam ndihmuar shumë, jo se e them për mburje këtu, po në net 2001 kam joti çun Sadik e ka nga një fshat i Kuksit, Hasja, nuk e di çfarë mbaj, e ka emrin rrin Milano tani ai. E kam ndihmuar shumë atë çunin se kur erdhi në Itali kishte nevojë dhe ishte shumë çun i mirë, po pastaj u zum se na futi intrigat një tjetër me vllajin e tij u kapa, po se i futën intriga tjetër, po ai ishte shumë fantastik vlla. Çfarë bën tani? Edhe gishtat që janë nisoj o lungo. Jo, di çam ndodhi mua me këtë Sadikun dha ta tregoj, ky kishte një vlla, po ishte shumë, tha mos e merr për ofendim vlla. Ishte shumë çuni i drejtë, çu dhe i mbyllur. E futën ca çuna gjonte mua me thik në Itali vlla. Edhe Sadikun e përshëndesë çuna, nuk e di nga bëhet Sadiku e çuna. Më erdhi vllai i tij vlla, u kapëm atje në Grushne, te Bingu në Bologna, pastaj më erdhi me hekur. Merdi me i shofer hekri të shma futin kokë benzinato, vlla, mirë që e pash unë, të desh moqi qafe, vlla. Edhe, përshëndes Sadikun nga Milano, nga Kuksi, nuk e di nga është Sadiku, vlla, shumë quni mirë ai, merret me shitje makinas tani Sadiku, e quna, si s'na erdi një Sadiku, këtu bjo, bravo, po ku je Sadiku, Sadiku nga Kuksi, vlla, shumë qunë fantastik, vlla, shumë qunë i shkathët, mos o like, po. Nuk e njoh për lungo. Po shaj njeri, vlla, mos o like. Po shaj njeri, unë quna? Jo, s'po shan asnjë. Shëndesim Sadikun e quna nga Kuksi, si s'na erdhe njerë këtu e Sadik, djali nga Kuksi. Tani, o quna, thoni në një gjellë, vlla. Ore Sadik, po hajde e lartë jo vlla të na trogo çik muhabeti. Si s'na erdhe një Sadiku nga Kuksi këtu, vlla. Jam Sadiku, respekte, thot ky. Tani fillua tërë, jam Sadiku. Këtu e kemi diku në shokun tonë, këtu qenë. Jo, shumë quni mira i vlla nga Kuksi. Lozin Bilardo bashk, përshëndese ca quna, nese, mos maj min, thot. E pasaj, këllësit i grusim. Jo, me vllajën e tiu kapa, po e shtynin tjerë, base doni me, ishte quni mirë nga i përshëndese. Lungo, më falë, qarë vëndi je vlla se s'kam qenë shumë sot, do të qarë vëndi je vlla? Jam në Paraguay, vlla. Paraguay, hajde. Po s'pi ma kafe, thot ky. Qa kafe, thot ky? Unë piva cappuccino, vlla, dhe Qa merë. kafe, thotë, dhe na hoqën trurin da kafe. Shkoj live i 530 veta, quna, i përshëndesin të tërë. Faleminderit të tërëve, quna. Kris, Mariofi. Të gjithë dikat i përshëndesim, sa dikat. Eci me quna me like, na bëni dhe follow. Na bëni follow njerëz të mirë. Fajrin e kapit policie, nuk s'kum ka mund. Ke ndihmuar shumë të njeri prit. Shumë ata që të njohin e din o lungo. Ke ndihmuar shumë të refreja ata që të njohin e din thot. Përshëndesim tërë ata që kemi ndihmuar e quna dhe nuk e di nga janë për Evropë tani. Oni, do po është ti në një gjella. Të unë u lodha, vlla. Se po na i gjomë omër, se shpar sa yra në shtëpi. Oni, qa teme të hapi për punë për Italisë? Hapë tem, se po bosh edhe gjomë omër, hapë dhe i temi. Pani ku është më mirë, Greqia, Italia, Evropa, hajde e vlla, bëjmë që ka lap.
Tani për jetë natë të kalosh mirë është Greqia, vlla. Ja, kemi ne kundra ty oni, tani e Çapo të vjen kundra ty po sfidon, thot është Greqia. Po, kundra. Për mu për jetë është vetëm Italia dhe Spanja në Europë, vlla. Edhe Portugalia deri diku. Flas për jetë natë unë. Hajde tërë çuna, ça mendimi ke? E kuptoj, jam dakord, nuk ka vetëm natën, do ka për Jo, shembull edhe Franca mirë vlla. Le thon drejtë. Franca, okay, nga pjesa konstatuar, pjesë poshtë, super okay. Italiani ri Francë tot është Franca. Çuna po çfarë thua valla? Unë sa i kam Mu e dikush ka pëlqeja që ku kishin fillim fare. Vetëm Greqia do të mbret. Në asnjë vend tjetër. Italia është për gjumë, thot, Italia është bela vita, vlla. O lungo, Kristu, vlla, erdhi regjizori jon, vlla, respekt e Kristu. Respekt. Itali, Spanjë, bravo, ja komenti. Qa mendimi keti, Kristo? Re, dëgjoj këtu tash, mbretët e shqiptarët që kanë qenë mbret në tërë botën janë ata që ishin në Greqi, kanë bën jetën vetëm Greqi, vlla, ligj, jo vetëm kështu, ligj bëjnë, kur kalojnë shqiptarët me të kuqe i shkruajnë. Po kush nuk jeton në Greqi, vlla, mund të thojnë çfarë do, skare, Greqia lekë të dunjas, ore. Unë s'jam dakord për ty, dhe unë votoj për Vakep, nga Vakep jam unë, vlla, respekt për Beraci. Jo. Andej jam, andej që pa drita. Ai që do të bëj qef, bën qef. Pastaj vendet bukura gjithandej, ëh. Vlla, po dëgjoj këtu, unë them, e para për mua është Greqia, edhe e dyta Australia, vlla. Australia është për lek, edhe Greqia për të bërë qef. O Kristo, tani të bëj çik debatu me ty kundra. Po, Mendimi im është se Australia nuk është për jetë, pse, më fal, unë do jap opinionin jo për jetë, për lek, jo për jetë. Po Kristo, Mirë. Po. Unë mendoj, mendimi im dhe pushtetar. Australia është për njerëz familjar që duhet të jetojnë familjar, të bëjnë lek, edhe të rinë atje vetëm andej humbet. Unë mendoj që Australia është vend shumë i largët, edhe humbet andej harrohesh vlla. Kështu që unë them Evropa mbetet sot për sot numër 1, mendoj unë. Tani jepi të mendimin tuaj çuna. Më pali sekond, lungo. Unë fola cik me El Çapon, i thash 2-3 gjera, paka shumë me El Çapon se jemi takuar ndonjëherë, po mund dalim edhe të njëjtur. Se kemi lëvizur në të njëjtat në lagje. Po e kupton El Çapo çfarë i them. Edhe po, unë kam 22 vjet natën o vlla. Unë tash jam 49 vjeç o vlla. Kupton, u martova i madh kastile për do flasim për gjëra, mos flasim për gjëra personale se na sulmojnë. Jo, s'më kuptove çfarë po them. Po them për Australinë, unë tash jam 49 vjeç o vlla. Dua të bëj familje, dua të eci, jam i vogël ore. Lungo, kupton, tash Australia është për mua jetë, të bëj jetë të ri tash familjar. Unë ça bera, kupton? Merr me muzikë tash, bëj qepin tim edhe ec përpara, ajo është, kupton? Nuk e di, unë e kam. Unë Australinë dhe Amerikën e kam frika vlla. Sa buda njerëzit, Iraku thot njeri të vesh për jetë natë. Lungo, kur të bëj vllai në Australi, do të bëj unë ftesë. Të vish një javë, të bësh TikTok në Australi. Si ndia vlla. O Kristo, do me në gjuku du të jetoj unë vlla. Të lutem. Një sekundë, unë dua të po më fal, flasi oni çik, të lutem vlla. Hajde. Unë besoj që Greqia për shembull për pushime super, me shkuj javë me ikë vend super. Por kush nga shqiptarët, kush jeton Greqinë, nuk e ndron Greqinë me asnjë vend. Shqiptarët e Greqisë e mbrojnë atë Greqinë, jetën e Greqisë, ushqim si vet greku dhe më shumë si vet greku. Ose kaloj mirë vlla këtu, prandaj. Është një gjë si ka rënë? Kalojnë mirë tu. Po vlla, është vendi ku shqiptarët janë trajtuar më keq në gjithë botën. Në asnjë lloj krahasimi me asnjë tjetër. Është vendi ku kanë patë merr shqiptarët në Greqi. Mos exagjeroni ka shumë gjëra. Mos exagjeroni vetë vlla. Oni, ke jetuar tu në Greqi vlla? Kam qenë për të jetuar jo. Po çish pasaj ti gjykon gjëra? Ti mos i exagjeroni shumë. Vetëm o Çapo.
2026 Më duhet falë, të Oni. emisione për shqiptarët Oni. Greqia, valla, 2026 Qapo. emisione. Ja, vlla. Oni, o qapo, o quna, Ja, vlla. vetëm jepni opinionin tuaj quna. Okej, nuk Po ju vlla, valla, tamam. mua bet po bëj më lungo. Ma bet, po Po vjen kesh valla. Unë fash gjeva, unë po bëj mua vetëma. Unë fash gjeva. Po Dëgjoj. mirë valla. Fash jemi pozitiv. Po çuna, të themi pjesë qartë. për lëviz nga që do futem Dare. pra pastaj, më falni. Ju kërkoj. Tani Jemi si po qartë. stane, mos faj me, mos sani këtu quna se ne nuk po, mos sani këtu jo greku, jo ky ne bëj muhabet se në Greqi quna jetojnë 1 milion Po ju shqiptarë. mos çani tani jo greku jashtë se na pendoni dhe ne valla. Ne jemi Mos shqiptarë sani se juve. njerëzit jetojnë Jemi nga halli, patriota, vlla. jetojnë nga qefi. Logjike kemi kemi patriota. Çfarë është ky ne- mua bëjtu valla? Doktor. Po quna, tani ku është më mirë Greqia, Evropa, Amerika, Meksika, doktor o si e doktor. Hajde quna të tërë bashkë jemi me, unë them ta them, unë mendimin tim ta mbyll. Oh. Po e vlla. Unë mendoj që jeta më e mirë bëhet në Evropë sot për sot. Në gjithë Evropën. vlla. Ti je aty vërtet. Po, e vërtet. Bravo. Kush e ka bu komentin? Evropa është më e mira për neve. Mendoj unë. Për shembull, jo Pas shqiptar, para Spanjës. po pe poshi, unë jo njerëz vëllai, që në Angli vëlla kam kisha i kushon tim, i ran flokët tha janë bërë depresion tha. Depresion. Është e vërtetë apo rrena? E vërtet, depresioni i gjallë këtu është. Tani është e vërtetë, ore i ran Është shumë e flokët. vërtet, është shumë e vërtet o Lungo. O vlla, kjo çai ndodhi. Kur ishte ky shkushva im dha në Seman andej, i thash unë o kusho ishte me pula ky korte jon, bën nga 200.000 lekë në ditë. Mos i ka Angli thash dha se nuk është Anglia si mendon ti ke tërat mirat. Jo dhaj do ikim thonë pse i thua kështu ti tha njëri më. Iku në Angli vlla, pas 5 vjetësh tha mua kusho pas ke pas të drejti, se jo të gjithëve u ecën në Angli, o pe poshtë, E vërtet, shumë ka e njerëz vërtet, bro. ka njerëz që kanë bërë lekë. Eci punojnë i kanë Jam po stres. po në Angli nuk lëviz dot ka Anglia me mbyllesh, nuk hyn dot në Evropë. Apo jo? E vërtet. Ky që ka po këtë E vërtet. komentin Laki që i thot në Londër është stres, po ti kesh nga Greqia, të shkosh në vende si Anglia dhe Gjermania, është merresh normale, je komplet realitet tjetër, një gjë Po jo, më tjetër. për disa për shembull, suku kanë qenë me dele kanë ardhur direkt në Londër, e kupton? Mos ofendoni Disa për njerëzit shembull, disa po dha po na sulmojnë. Disa njerëz për shembull këtu në Londër o vlla. Unë për shembull se Jo, tu si jetoj këtu. E di si po thot kjo vëlla, e di si po thot, që kërkojmë për shembull punë me vjelulli, po s'ka mes Londrës. O. Po jo se nuk mergjë, se bëjmë edhe shaka tani, po jeta, klima dhe ushqimi, po shkove nga Greqia, në Gjermani dhe në Angli është merë, vëlla. Se s'kisha me hongër në ato vende, shko në Gjermani Ja, s'kisha me po e hongër. kemi Laki. Laki thot jam në Londër, streso lungo në Greqi, sa mbret thot. Doni t'u tregoj ç'a ndodhi mua në Seman, takoj njerin unë, kishte Ere, qenë Greqi shkoni. ky çuna. Oni, ky çuni kishte qenë Greqi dhe kishte ikur në Birmingham. O vlla, ishte bërë me paranoj ç'a ke isha me kushon tim. Ora aman tha i dua tiki po vuaj shumë tha po kam çuni në shkollë çmendam thoshte mua. Pse i thashun? Ore kam hyrë në depresion thoshte jo shtëpia 2000 euro, jo puna, te duhet të kthehem Greqi, ore ishte bërë me depresion unë habita valla. Si këta në Amerikë valla. Se jo të gjithë dhe në Amerikë. Jo të gjithëve u ecën në Amerikë çuna. Ka njerëz që pse Ore. kanë nuk i kam. Po, vërtet. Këtu po të marrësh 1200 euro, do me thënë një njeri të marrë 1200 euro këtu, jeton si mbret. Në Angli o vlla, kudo që të vesh janë shumë shtrenjtë shtëpitore. Dalin 1200 euro. Je sikur lyp në rrugë. Tash mos të plasë Evropa është e shtrenjtë. Evropa është e shtrenjtë o vlla. Nuk e si punë e Greqisë. Greqia sado po mbahet çik akoma. Mirë. Njeri Ma thot. mirë, po janë bazë çdo shtet në botë edhe në Europë, rrogat shkojnë në bazë tjetesës, në bazë kostos tjetesës, është normale e punës, s'mund t'i pretendosh ato. Mirë, po dhe këtu në Greqi ka patur 500 euro shtëpia o vlla. Nuk gjen shtëpi më të Po vogël. pra po, po, që rroga bazë është 850 euro, rroga shtetërore, atë të ofron shteti. Prit çike se kemi alket papën në Amerika. Rroba për punë biznes, por ju them që në Amerikë çuna janë mirë ata që ka punë të mira dhe janë familjar. Ju ç'a mendimi keni? Po, është e Po ti vërtetë. jesh në Amerikë familjar, Ti je familjar dhe këtu mirë. Ore vlla, pa Amerika bën më shumë lekë vlla. Në Amerikë familjar unë di që marrin lekë vlla. Në Amerikë janë të me ilace se mos gjëtruin.
Jo të gjithë, o El Chapo, jo të gjithë, jo. Po ke Zvicrën këtu valla, ke Luksemburgun, se s'po ke në Amerikë, je po në Europë. O El Chapo, ke Luksemburgun. Oni djo mua valla, Amerika ka njerëz që kanë hap kompani valla me kamiona, kështu marrin lekë valla, për zotin nga 10-20.000 në muaj. Nuk i merr dot në Evropë aq lekë valla. Ja, si merr Nuk i merr dot. Ti veti tret në shtëpi, punos në Zvicër, po Nuk i lekë. merr dot po. Ore mua më kanë thënë që Amerika është stres vetëm, po ti je vetëm. Është e vërtet kjo? E vërtet ashtu është edhe Anglia. Po shi e vetëm ndërmole si ke stres. Ndërmole. Në fakt në çdo vend të kesh vetëm, në fakt në çdo vend të botës që Hajde gjak edhe jam të keqen. Jo, në çdo vend të botës që të jesh stres do kesh ore, po ti je vetëm, kupton? Ashtu është. Po, në Evropë vetëm me 20 euro vete Shqipëri takon prindri, takon familjen. Me 23 euro nga Suedia via unë. Vjen dot nga Amerika ande me 20 euro s'vjen dot. Jo, vlla, 50 orë rrugë vlla, 12 orë. Na unë tash që do ike për në Australi për gjithmonë, unë dua rreth 2500 me 3000 dua biletën. Që ti ike. 2 ditë. 2 ditë, 16 orë. Me 2 ndalesa apo me 3? Me 2. Po e varet Dy ditë gjysmë valla. Çuna, do të ta them unë Australi linjë se e kam bërë unë, o çuna. Për të iku në Australi nga Greqia, do e ke me 2, pret në Shangaj, ose në Malajzi, ose në Bangkok. Ose vetë edhe në Arabi, vetë edhe në Dubai, në ata. Po, edhe në dronë. Po më shumë ndrime bën në Singapore. Po. Se unë kam qenë në Singapore ti Kristo. Po ti? Gjon, unë të Nisha në thash Kuala Lumpur. Mbaj ment e që të thash unë, janë 450 veta. Unë ku të iki, e do të them ty që çdo gjë kam në rregull, do të mbyll për një javë të vish në Australi të bësh TikTok në Australi. Të çoj ju me karkaria, me portfolio. Në Australi se kanë frikë nga ata, Canada, kangurët vllaz ata të rrasë kanë para janë. Po vlla, po nuk do të çoj në ishull ty, do të çoj në Sydney, në zemrën e Australisë. Qa të vret mend, vesh aty. Ti shkon gjapri, i të përlesh vlla. Janë qa gjapri, o lungo, ti s'ke prik në Latinën Amerikisë që të hanë të gjallë, janë si gjapër dhe ata, dhe s'ke prik ati tjetë, që atje do kesh frikë. O Kristo, po e ti kush frika me e madhe? Se do njëra, atje këtu ande mund të vdesësh dhe nga i mushkonjë, vlla. Të ka vllare, ande të hapes ku ndet. Po Kristo, po janë kaq milion njerëz që janë lëvër. Dëgjoj çiko vlla. Në Portugali, në Australi ekziston një lloj peshku, po të pickoj ai është 100 herë më i fortë se korendi. Në moment. E di, po edhe në Shqipëri vajti. Kanë kapur në Shqipëri tash. Jo, nuk ka. Tani kam një pyetje për të inteligjentat. Kush e gjen kush është gjallësa në rruzi toksor që nuk vdes kurrë? Hajde kush e gjen dot? Bubuzel. Sa vjet jeton një balen sa vjet jeton? Tegua. Kush e gjen dot sa jeton një balen? Po ku dim ne Reton Deri tani se ka gjetur asnjëri. Jo. Kush është gjallësa që nuk vdes kurrë? Balena 500 vjet e gjeti njëri. Tani gjallësa që nuk vdes kurrë janë kandilat e detit. Është një lloj kandili. Është një lloj kandili që i ripërtrihet gjithmonë. Nuk vdes kurrë. Më fali se kush gjallësë është kur vjen fundi i botës edhe ajo jeton. Po ma gjete. Se di unë vlla. Po kush është ajo, qa quhet ato, bubuzelat, ato që janë kështu të ato. Ja po ki. Jetojnë edhe në fundin e botës, edhe zjarë ato jetojnë. Edhe kur i shtyp me kem ato, nxjerrin vezë të tjera, do me thënë, vdesin vetë edhe nxjerrin 1000 të tjera. Kakarife thot, alket papa, kacarife. Qa është kjo vlla? Kacariva, bubuzeli. Kacariva e thot greqisht. Qa quhet re El Chapo, çu quhet shqip kacariva re? Bubuzeli o dha më duket. Bubuzeli. Melina Apostolene rest albanika.
Me posh falenderoj valla. Hajde çuna. Jepni mendimin tuaj Allah. Unë herë valla, çfarë teme do hapim Italia Allah sa mund oni ta. Po bubureca janë ta që fluturojnë, që bëni me penere. Lungo do të ishte Angli lungo. Nuk vi do të Angli valla se s'kam viza valla, do viza valla. Hajde bashkë rregullën. Në fakt lungo është gjë më e bukur tek ata çuna që të njohin ty, mund të ftojnë si gest i thon një të njohur të madh ta ftojnë në qytetin e tyre. Domethënë dhe ty duhet të ftojnë të tërë. Të bësh atë tani si intervistë ti ta Do serata ti lungo. Po Kristo, e ti çapo kuptoj një gjë sot. Pas kanë pas të drejtë shumë komentuesa këtu. Ka ca ditë po hyme me njerëz negativa në live me TikTokera. atë vlla. Po pastrohet më mirë live-i, po vin njerëz pozitiva. Ta vendosur tamam, po keri, ma pali sekond. S'po bën lojra, po bën vetëm muhabet edhe ke 500 veta vlla. Njerëzit kanë nevojë për gjëra të bukura, njerëzit. Kristo, janë sa njerëz që ma ulin live-in mua. Janë njerëz negativa, mbillin vetëm vrerë. Do më lejosh të them një fjalë. Asnjëri nuk të ul dot, po si dhe ti të drejtën. Do me thënë, ti ke dhe të drejtë. Asnjëri s'të ul dot, o vlla, më vjen keq. Jo, po lungo. Jo, më thash gjë tjetër, ja ta thot te poshi. Po thosha, e ka mua betin. Të lutem, po thosha, i kam vërë unë Kriste kur futem me ca TikTokra që vetëm shajnë dhe duan të tallin. Ore, unë nuk rri dot me ta mjashtaru dha dhe më mirë rri vetëm, rri me njerëz pozitiva, edhe live i pastrohet edhe se kur vinë ata vinë dhe njerëz negativa. Se ne kemi live me njerëz inteligjenta valla, më kupton? Po respekt, unë të them një fjalë, kur të pyet njëri më thoj me ke bërë shoqëri, të them kush je. Ky mua bet s'ka dal kot o vlla, ajo llapi shqiptar që kanë thënë, nuk e thon kot. Është një llap me vend, do me thënë, me ke rreth e qark, ai do jesh edhe ti. Kupton? Po ti jesh me njerëz të Jo vlla, nuk i bie kështu, o Kristos, e ke natyrat që gjëra. I unë valla se jam në punë së natë. Ja ta shpjegoj vllai tani si është mua, nuk janë gjërat. Kur flasim për TikTok dhe për dritare, janë njerëz që nuk njeh afër. Jo, ma pali sekond, nuk po flas për ta, unë flas thjesht. Natë e Nuk mirë. flas për ta, respekt noizi. Respekt noizi. Natë të shumë të gjithë. Natëm vlla ja kalofsh mirë, ja kalofsh mirë. Respekt. Jo, Elçapo, s'po them për këtu, po them thjesht, për njerëz që u jep të drejtën të hyjnë këtu ke Po parasysh. Kristo, tani të themi gjën e Kristo, 30 sekonda qetësi vlla, i themi terve tap. 31 minuta çuna. Hajde ta çojmë 300 like ajo. O çuna 1 minutë është ja vlla. Hajde të bashkë. Po bëjmë të gjithë o vlla. Hajde ta çojmë 300.000, hajde të tërë, o Iris 06. O klini zero vlla. Bravo, Nuk vin Guayaquil vlla se s'man ban ande vlla. Nuk vin Guayaquil vlla se jam mirë këtu jam Bolivik këtu këtu me